i bashkë ide që ju duhet jo veç qytetit e Tovës, po shpresoj që të marrin shembull edhe komuna tjera, qytete tjera ta shfrytëzojnë maksimum AI-n. Shumë faleminderit. Burhan, cilët janë qëllimet tuaja për të ardhmen? Qëllimet e iSolve-it, përveç asistentën digjitale që na e tregove tash, planifikimet për të rritë më shumë. Do të thonë, ajo është që të gjejmë sa më shumë klient nearshoring, ka që përmenda, do të thonë, të ofrojmë shërbimet tona nga Maqedonia në Evropë, dhe dyta është gjithashtu që ne mundohemi të krijojmë edhe produktin ton, që është një SaaS produkt, Konome quhet. Do të thonë, ajo për momentin është vetëm në tregun e Maqedonisë, që ndihmon bizneseve të vogla dhe të mesme që të kenë në kontroll gjithë shitjet, blerjet, menaxhimin e punëtorëve kështu me radhë. Dhe duke marrë përvojën që do e kemi nga tregu i Maqedonisë, ta nxjerrim të njëjtin produkt në tregun evropian. Këto janë dy fokuset kryesore të kompanisë tonë, dhe me ata do ketë edhe fokusin e rritjes së numrit të punëtorëve.